Në një kohë kur Bashkimi Evropian ka bllokuar fondet e IPARD si pasojë e abuzimeve të qeverisë së tij, kryeministri Edi Rama fajsoi fermerët për mungesën e tregut dhe problematika në bujqësi, duke thënë se shkaku i kësaj situate është mungesa e bashkimit të tyre. Gjatë një bashkëbisedimi me fermerë në Lushnjë, Rama ju kërkoi fermerëve të bashkohen. Që nuk është paraja çështja jonë kryesore sot. Vetëm duke u bashkuar, secili fiton 30% më shumë. Kur është vetëm me ato arkat me domate dhe duhet dalit i shesi, është si ajo që delen që ndahet nga tufa e ujku. Në vijim të propagandës për të mbuluar bllokimin e negociatave, Rama pranoi se sa i takon sektorit të bujqësisë, Shqipëria nuk është gati për të hyrë në Bashkimin Evropian edhe për 10 vitet e tjera. Madje situatën e degraduar në këtë sektor, të evidentuar nga institucionet e Brukselit, u ka shitur fermerëve si arritje të tij. Fermerët tanë nuk adaptohen dot deri në 2030. Do duhet pastaj të mbeten pa asgjë. Kemi arritur të marrim një premtim që do ta shtym edhe 5 vjet të tjera. Pra do hyjmë në Bashkimin Evropian dhe 5 vjet do kemi një periudhë, si thua, lehtësie. Në krah të Belinda Balluku, duke i bërë kashillik Spaku që po heton njerëzvënsin e tij për abuzime me tendera, Rama sulmoi mediat dhe kritikët, duke pretenduar sërish se nuk ka bllokim të negociatave me Bashkimin Evropian dhe se integrimi vijon sipas planit.